Duci, tashi, me thonë drejtën, ne e vazhduam me Jacqueline-ën. Ti je kryetari I shoqatës Art Place, apo jo? Është shoqat, apo jo? Po, shoqat e piktorëve, do të thotë artave pamore. Po, e artëve pamore, okej. Ne shoqatën e kemi formuar në para 2 muajve. Në fillim tetorit dhe kena regjistru do të thotë në organet kompetente. Në shoqatën tonë kemi dikun mbi 30 antarë. Këtu jemi pra na kryesia, unë jam kryetari I shoqatës. Kemi edhe disa antarë të kryesisë, domethënë jemi 7 bordin e shoqatës. Nga sa persona përbohet kjo shoqat? Po shoqata ka antarë mbi 30 tash, mbi 30 persona. Momentalisht ka dhe aktiv, po ka dhe pasiv. Edhe vazhdimisht është ushtu interesimi, edhe vazhdimisht po lajmërohen piktorë për me qenë Pra, ata 30 du si janë piktorë? Piktorë. Që jetojnë në Zvicër? Po, gjithë jetojnë në Zvicër, dhe shumica për tyre janë shumë të afirmuar, do të edhe ndërkombëtarisht. Edhe kretë shqiptar ose që din me folë shqiptar përpos Jacqueline-s që e kena bërë shqiptare. Edhe kjo shqiptare, apo? Momentalisht. Mirë po, tek ne mund vinë edhe nacionalitetet tjera. Do të thotë në statutin ton, prioritet është prezentimi I kulturës dhe I artit shqiptar. Do të thotë ka prioritet, kuptohet. Aty na fokusohemi më shumë ti. Mirë po bashkëpunimi me shoqata tjera, si motra do të thotë që mirën me art, përgjithësi, do të thotë është I mirë se ardhur dhe këtë e bëj vazhdimisht. A mundesh me na tregu pak për aktivitetet e shoqatës? A bëni evente? Po, ne shoqata tash momentalisht e ka promovuar ekspozitën e parë, do të thotë pas formimit të saj. Ekspozita ka filluar që nga 9 nëntori dhe do të zgjatë deri me 1 dhjetor, kur do të jetë edhe finisazha. Edhe I ftojmë të gjithë të interesuarit, janë të mirëseardhur për finisazh, për përfundimin ku do ta kemi edhe një program aty. Bukur. Dorina, mirë se erdhe në Forshifro, Dorina Ugjinin nga Shkodra, Po. Mirë se erdhe. Dhe ti, Dorina, je piktore dhe antare e grupit, por edhe në kryesinë e kësaj shoqate. Po, është vërtet. Vite në Zvicër? 16 vite kam. 16 vite. Si funksionon? Si është ti pjesë e pikturës? Pikturën ka disa vite që e kam pauzu, nuk jam marrë shumë me te. Me pikturën e kam kryer shkollën e mesme të arteve në Shkodër, tek shkolla Prenjakova. Dhe pas erdha në Zvicër ju përkushtova më shumë fëmijëve, familjes. Dhe tani që fëmijët më janë rritur pak, ka vazhduar prapë të merrem me artin. Më shumë si hobi, si kalim kohë dhe nga që u bëra me grupin, me motivon më tepër të marr pjesë në ekspozitën. Si jeni njohur ju grupi bashkë? Ne jemi njohur në ekspozitën që morën ftesën nga gruaja bashkëshortja të ndjerit Agron Ramadani. Agim Ramadani. Të Shukrijës, zonës Shukrijës. Dhe aty u njohta dhe me grupin që nuk ishte formuar akoma. Tamam, do të thënë atë logon nuk e kishim vendosur emrin Art Place, por grupi ishte formuar ka shumë vite, më duket në vitin 2020 apo jo, Dusi? Po jo, shoqata, ne aktivitetet I kena bërë edhe më përpara, do të thotë. Mirë po, kena bërë në forma mënyra tjera organizative. E kjo, do të thotë, unë kam qenë edhe më parë në kryesit të SHKSH-s. Do të thotë, kjo është një shoqate cila kam ngurumulluar për vete edhe piktorët, edhe poet, edhe gjitha sektorit I ka mbuluar. Mirë po ne aty, ta themi drejtën, aktivitetet të tona ishin pak si të mulfatura, do të thotë ne nuk mundin të zhvillonim aktivitetet në atë mënyrën që dëshironim ne, do të thotë, mënyrë më profesionale, dhe kështu që vendosëm që ta formojmë dhe ta ndajmë, edhe ta formojmë vetëm me artista, do të thotë, edhe ta bëjmë një shoqatë mirëfillt të artit. Kujti ishte ideja Dusi me ngjit emrin Art Place? Ne mbledhin që e kena mojtë kryesia, ka qenë në rastësisht e ka përmenë në një antari shoqatës, Riyad Mehmeti, edhe ai thotë Art Place po tingon shumë bukur. Art Place. Edhe trajtën e shuar, Art Place. Kur I bënim mbledhjet, Art Place, po tamam. Se e thash Art Place unë. Po Art Place. Art Place, kur I bënim mbledhjet ai vendosni plisat nga njerë po. Nga njerë po. Okej, Dusi,
Paraqitja jote duket, se di, si shqiptar nuk ma merr mendja që do të kishte njohur dikush në rrugën çfarë Ashtu më thonë shumë njerëz, po unë jam bashkë shqiptar. Jo, që je shqiptar edhe i Gjilanit biles. Origjinal. Edhe i Gjilanit biles. Atë e di unë edhe definitiv, por nuk dukesh realisht. Pamjen ndoshta. Pamjen, nuk është duket. mund të shpej. Ke vite në Zvicër që jeton? 35 vite. 35 vite. Si t'janë dukur këto 35 vite dusi? Ja kanë kaluar shpejt apo Shumë shpejt. shumë shpejt? Shumë shpejt. Si ka mundësi Nga që se kalojnë? kam qenë gjithmonë i angazhuar, kam qenë aktivist, do të gjithmonë kam punu. Kështu që më duket se sa herë e citoj një fjalë të herojit tonë kombëtar Agim Rabadani, që njëkohësisht e kam pasur dhe kolegë kena punu së bashku në aktivitete kulturore, thot dusi të ike, nuk të ike, thoshte, koha nuk të kjo është ari, po kjo është alton, nuk të që ari, jo të kjo alton është koha. Alton. Se ai ka qenë punëtor i madh shumë. Po, Ne po. të kemi punuar së bashku.